Përshëndetje, unë jam Aldo Sullolari, gazetar moderator, producent filmash, por së fundmi dhe presidenti i shoqate në kuadër të integrimit të komuniteteve të huaja në Shqipëri, përkatësisht komunitetit iranian, të cilët janë të dezertuar nga kampi Mujahedin në shoqatën e gjatë. Në fakt, në këtë kronik dhe në këtë deklaratë për mediat, më lind nevoja për të reaguar kundrejt disa akuzave që organizata Mujahedine ka shkaktuar ndaj figurës time, por dhe shoqatës time. Pretendime të llojeve të ndryshme, të cilat më paraqesin në mënyrë të pavërtetë si personi rrezikshëm, janë produkt i një fushate shpifjesh, e cila buron nga fakti se aktivitetet e mia kulturore, sociale dhe integruese bien ndesh me politikat e izolimit të vetë organizatës Mujahedine. Ndërsa unë punoj për integrimin, transparencën dhe mbështetjen e refugjatëve në Shqipëri, por dhe situatave të ndryshme kulturore dhe artistike, organizata Mujahedine vijon të bajantarët e saj të izoluar dhe të shkëputur nga jeta dhe veprimtaria sociale dhe institucionet ligjzbatuese dhe çdo dispozitë normative ligjore. Akuzat e tyre përfshin detaje të sajuara dhe një vendodhje të rreme deri në etiketime nënshmuese për moshën time, prejardhjen time apo dhe rolin tim publik. Ato bien ndeshje në kontradikt hapur me vetveten, duke pretenduar se një huaj nuk mund të mbështesë shoqatën e gjatë pa pagesë, ndërkohë që vetë përdorin kategori të tilla si standard të tyre, duke thënë se ata punojnë vullnetarisht. Kjo tregon se logjika e tyre nuk bazohet në fakte, por në paragjykim, mungesë respekti dhe tentativë për diskreditim. Gjithashtu, organizata Mujahedine pretendon se zotëron prova, por burimet e tyre janë thjesht të pasupozuara, deklarata të ricikluara apo foto të publikuara nga vetë ne, të marra jashtë kontekstit. Në momentin që unë kam bërë një deklaratë në rrjetet e mia sociale, ata i kanë marrë këto deklarata dhe i kanë kthyer sipas interpretimit të tyre. Për të gjitha udhëtimet dhe aktivitetet tona ekzistojnë dëshmi zyrtare, foto, video dhe dokumenta të cilat tregojnë qartë transparencën e punës tonë. Për më tepër çdo aktivitet që bëjmë, ne njoftojmë policinë e shtetit dhe komisariatin më të afërt në mënyrë që çdo veprimtaria jona kulturore, artistike dhe çdo prodhim që ne bëjmë në kuadër të refugjatëve të bëhet sipas çdo dispozite normative ligjore. Për më tepër, gjua nënshmuese që përdorin ndaj meje si shqiptar dhe ndaj popullit shqiptar në tërësi është e papranueshme dhe cënon vetë vendin që ata i ka strihuar. Kjo sjellje dëshmon një qasje arrogante ku vlerat njerëzore, të vërteta dhe digniteti zvendësohen me propagandë dhe motive të tjera që nuk kanë lidhje me realitetin. Në këtë kontekst dua të theksoj se terrorizmi nuk lidhet me mua apo me shoqatën time, por me një akuzë absurde që bie ndesh me çdo fakt të jetës time profesionale dhe publike. Shpifjet dhe sulmet e tilla nuk mund të tolerohen dhe për këtë çështje nëpërmjet avokatit tim zotit Pëllum Zallumi do të ndjekim të gjitha anët procedurale ligjore përkatëse pranë institucioneve të drejtësisë. Unë mbetem i përkushtuar ndaj misionit tim, mbrojtjes së drejtave të refugjatëve, integrimin e tyre social, kulturor, ekonomik në Republikën e Shqipërisë, transparencën dhe dialogut hapur. Propaganda nuk mund të ndalë dhe as të deformoj punën time dhe zhvillimin tim profesional në këtë shoqatë. Ftoj publikun dhe media të informohen me burime të verifikueshme dhe të mos bien prej manipulimeve dhe të kërkojnë gjithmonë fakte dhe jo një narrativ të fabrikuar sipas interesave të njërës anë. Së fundmi dua të shtoj se unë drejtoj një shoqatë krejtësisht ligjore dhe me një program të posaçëm, me akt themelimi dhe të regjistruar në gjykatën e rrethit gjyqësor në Tiranë. Veprimtaria ime është krejtësisht humane dhe siç theksova dhe më tej, dua të mbështes këta individ në kuadër të drejtave të njerëzit sipas Kartës Europiane. Ju falenderoj shumë, ndërkohë ju ftoj të gjithëve që të ndiqni të gjitha aktivitetet tona me dëshirë më të madhe për të integruar popujt e të gjithë botës në Shqipëri, sepse Shqipëria ka hapur portat për të gjithë refugjatët që kanë nevojë për mbështetjen e Shqipërisë. Faleminderit shumë. Kam ndjekur si thuash aktivitetin ligjor në Shqipëri sa i përket statusit, akt themelimit që ka çdo shoqatë në përputhje me ligjin shqiptar. Sa i përket aktivitetit të kësaj organizate, unë kam marrë pjesë duke përfshirë në dokumentacion ligjor tyre, kam marrë pjesë në shumicën e aktivitetit që organizohet nga Aldo, që Aldo është kryetari i shoqatës, por Aldo mbas ligjit funksionon me asamblen e kësaj organizate, për organizime, për evente, i bën mbi bazën e ligjit për shoqatat, me votim të hapur për çdo aktivitet, pra duke zbatuar rreptësisht programin dhe aktin e themelimit. Tema kundër dhunës, tema për humanizmin, për mirësinë, gjëra domethënë që kanë lidhje jo vetëm me programin e kësaj shoqate, por edhe në mënyrën më të zgjeruar vetëm në sensin ligjor dhe human.
Ne jemi detyruar nëse ato ose duhet kërkojnë falje ose ne jemi detyruar pastaj që të ndjekim rrugën ligjore duke bërë kacime penale, madje edhe paditësi civile,